Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pas falënderimit ndaj Allahut azza wa jalla dhe salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoj rastin të ndërrohet vëllezër që të falenderoj hoxhallarët e juve, hoxhën Amarin i cili më bani ftesën, pa hoxhallar tjerë, pa hoxhën Alin që ja kum zënë sot kursien. Për t'i thonë disa fjalë, në realitet me këshillu veten me zon e ju me ndëgju. Jo se janë fjalë të cilat ju nuk i keni ndëgju për xhallarëve. Alhamdulillah, unë shpresoj edhe besoj shumë fort se i keni ndëgju ato, po thjesht kanë dashur xhallarët me thirr një person i cili do t'i thotë të njëjta fjalë që ata i kanë thonë vetëm me një zon tjetër. Janë fjalë të Allahut, fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, me shpresë që do të na bëjnë dobi dhe lutem Allahun azza wa jalla të kemi argument për neve dhe jo kundra neve ditën kur dalim para Allahut. Është një hadith që e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që e keni ndëgjuar shpesh. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Është një copë mishi në trupin e njerit, nëse ajo copë e mishit është mirë, ke trupi është mirë. E nëse ajo është keq, ke trupi është keq. Ala wa hiya al qalb. Kjo copë e mishit është zemra. Zemra vëllezër që është copë e mishit, po në realitet është ajo udhëheci ose mbretënesha e gjithë gjymtyrave tjera, të cilat janë ushtarë të saj. Kjo copë e mishit është ajo që në të fshehin shumë sekrete madhështore të njerit. Që Allah azza wa jalla ka përzgjedhur që ajo me kon strofull ose me kon shtëpi ose qendra e imanit. Allah subhanahu wa taala ka dashur, ka përzgjedhur që këtë gjymtyrë që kjo me besu Allahun. Kjo me dashtë Allahun, kjo me mbështetë Allahun, me shpresu të Allahun, me pas frikë Allahun, që kjo copë mishi. Allah azza wa jalla ka kriju këtë gjymtyra. Është kriju si çdo gjë. Po Allah subhanahu wa taala nëse kish kriju diçka në trupin e njerit që i shkon më fisnike dhe më e denjë për ta pas imanin, ja kish dhënë asaj. Por kjo tregon për vlerën që ka kjo zemër dhe për obligueshmërinë që ne kemi për mu marrë me këtë zemër. O vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar në hadith që ka nxjerrë gjithashtu Imam Muslimi, po nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nuk shef të njëri fizionominë e tij, trupin e tij, të jashtëmën e tij, pas pasurinë e tij. Po e sheh Allahu azza wa jall zemrën e tij edhe veprat e tija, punët e mira të tija. Allahu subhanahu wa taala për të nuk është më rëndësi e jashtëmja jonë. Për Allahun subhanahu wa taala është me vlerë shumë e brendshmja jonë, zemra jonë. Dhe kjo tregon që besimtari duhet vazhdimisht mu marr me zemrën e tij. Për arsye se ka disa adhurime që bëhen bashkë njerëzit, por përfitimet që i marrin nga adhurim, shpërblimet që i marrin dallojnë prej shpërblimit dikujt tjetër sa mes qiellit edhe tokës. Dhe këtë dallim kush e ka bën? Zemra. Ne falim namazin apo? Allahu azza wa jalla na pranoft. Mirë po, aleikum selam. Ka në xhami, njëta xhami, i bën bashkë muslimanët për ta falë njëjtin namaz. Bashkë qëndrojnë kom, bashkë shkojnë ruku, bashkë shkojnë sejdë, bashkë japin selam. Mirë po ka dallim mes përfitimit njënit edhe tjetrit, ndoshta sa dallimi mes qiellit edhe tokës. Çka e bani këtë dallim? Zemra. Ka thonë Hasan ibn Atiyya rahimahullah, inna ar-rajulayn la yakunani fi as-salati al-wahida wa inna ma baynahuma fi al-fadl kama bayna as-sama'i wal-ard. Ka thonë ka mundësi me ndet dy persona bashkë me një namaz, pranë njëri tjetrit. Dhe me kanë dallimi mes njënit edhe tjetrit në shpërblime dhe përfitime nga ai namazi sa mes qiellit edhe tokës. Thot pse, ku është arsyeja? Thot wa dhalika anna ahadahuma muqbilun bi qalbihi ala Allah. Për arsye se njëri përveç se me trup është kthi ka kibla, është kthi edhe me zemrën e tij ka Allahu, me përkushtim edhe me përgjërim. Ndërsa tjetri thot është ke tjetër kun. Me shka tjetër kun? Në xhami është bashkë me trupin e tij. Mi po shek pas ka bo këtë dallimin, e pas ka bo zemrën.
Edhe pse nga ana jashtme na duken njësoj, edhe ke fal, edhe ke fal, edhe ke 4 recate farzën, edhe ke 4 recate farzën. Edhe ke dha selam, edhe ke dha selam. Çka e bani dallimin? Ishte çështja e zemrës. Andaj besimtari duhet më shumë u marr me të mbrëmshme se sa me të jashtmen, edhe pse të jashtmen e shohin njerëzit. Apo teshat tona na shohin njerëzit, pasurinë, ndoshta edhe famën, ndoshta edhe vend banimin ose mjetin e udhimit, mirë po Allah azza wa jalla shet diçka tjetër. Allah azza wa jalla shef zemrën tonë. Andaj ti zemrën tonë lidhe fort me Allahun subhanahu wa taala nëse do shpëtimin në dunjë në ahiret. Sepse tha pejgamberi alayhi salatu wasalam ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kullu. Trupi i njerit që ka një copë mishi që nëse ajo është e mirë, ki trupi është mirë. Tash kur themi ke trupi është mirë, kanë thënë ulemaja edhe në aspektin kuptimor, imanor, po edhe në aspektin fizik. Ata një pjesë e madhe e mjekëve, domethënë thonë që çështja psiqike është shumë e rëndësishme në shëndetin e njeriut. Mirë, po këtu s'po du me him, po du më shumë u marr me këtë çështën tjetër, që është me çështjen e imanit. Kjo copë mishit që ka mirë, po thot pejgamberi alayhis salatu, ke trupi është mirë. Nëse kjo është keq, ke trupi është keq. Andaj ulemat janë marrë shumë me çështjen e zemrës për arsye të rëndësisë që ka, po dhe për arsye që është shumë vështirë mu menaxhu. Ka pas për ulemave sikurse Ibn Rajebi, besoj keni ndëgju, rahimullahu taala, i cili ka qenë për ulemave të mëdhoj, thesari dihet që kanë përfituar muslimanë dhe përfitojnë vazhdimisht brez pas brezi. Që këtë kabuljet, pranim, shtrirje, që ja ka dhonë Allahu azza wa jall, mendoni sa është e rastishme? Këti edhe ulemave tjerë. Jo, nuk është e rastishme vetë se ka diçka mes tij dhe Allahu që Allahu ja ka dhonë këtë pranim. Edhe vajep ulema tjerë. Çka është? Se ata nuk janë kujdes për njerëzit që shmenojnë, po janë kujdes Zoti i njerëzve që shmenojnë. Janë kujdes që një punë ta bëjë për Allahun azza wa jall, ajo për njerëzit. Tregon njëri për nxënësve të tij, talebëve të tij, Alauddin ibn al-Lahan. Po isha me hoxhën me një mezhlis, me hoxhën ka përshëndim Ibn Rajeb. Isha me një mezhlis dhe thot u hap një mesele, thot hoxha filloi me e trajtuat mesele, me shtjellu hollësisht me përpikmëri, thot na mahniti këtë, na la pa fjalë. Çefi madh. Mi po thot nuk shkoj shumë kohë u takun prapë me një mezhlis, mi po tash në këtë mezhlisin tjetër, jo vetëm si talebe, po kisha edhe xhallar tjerë, ulema tjerë. Dhe dashte Allahu mu hape njëta mesele, mi po hoxha një lafse tha. O xhallar tjerë tha fillun me thon fjalë me trajtuat mesele, mi po as pak nuk ja afru trajtimit që kishte hoxha më herët. Mi po thonë kit vazhdimisht isha të vëzhgu hoxhën tem, ta thojë çat fjalë që i thoj ke, po s'po i thot tash. Edhe përfundoi mezhlisi, ai nuk i tha. Thot kur dola për mezhlisit, i thash o hoxha Allah të më shiroft. Po tha një mesele që i ke shtjellu më herët, a e harove, pse se shtjellove? Pse s'fole për ta atje e pasi të tjerë kur konsish? Tha hoxha diçka, nisi përgjigje edhe tha rubbema inma atakallamu tha bima arju thawaba wa qad khiftu min al-kalami fi hadha al-majlis. Thot kur flas atëherë kur shpresoj kam u shpërbli. Mi po thanë qatë me zhlisu tuta. Kisha frikë. Ndryshe me fjalë tjera, thanë qatë me zhlisin e parë, kër është tjelova, ishte për Allah. Mi po këtë dytën u tuta se s'është për Allah. Kur akon para talebëve të tina, kur një farë përfitimi përveç se shpresën për me shpërbi Allahu. Andaj tha, atje kum pas sinqerisht, se kum dash me ta mësu dinin e Allahut. Amë kur pat pasaj ulema tjerë, është fshirë me mojt një jetin. Edhe me thonë se vallahi kam për Allah dhe kur gjo nuk du me më përmendi kush me më lavdru mu dhe me thonë do një alimi ma. Janë konë ulema të mëdoj o vlezër që e kam pas gajle punën e sinceritetit, ndaj Allah azza wa jall ka ngritë shumë. Amo a është let, nuk është let hiç, amo është e rëndësishme dhe e patjetërsueshme shumë. Andaj Sufjan al-Thauri u thot ma alashtu shay'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alay. Ka thonë nuk kom pa diçka më të vështirë për me menaxhu se sa njeti janë. Njeti ku është në zemër. Thot vazhdimisht lëviz, nuk ne me një vend do të me pas mbikëqyrje. Sulejman el-Hashimi u thot rubbama uhaddithu bi hadithin waliya fihi niyya. Ka thonë ndoshta do një herë ja nisi një hadith me tregu dhe kam një nijet aty. Po çfarë nijet? Niyetin e mirë, për me përfitu tjerë.
Mi po thot, vazhdoj hadithin dhe kur të mritë një pjesë tjetër e hadithit ndrohet niyeti. Fa idha al-hadithu al-wahidu yahtaju ila niyat. Ka thonë një hadith pas ka nevojë për shumë niyete. Si na të fol për një ligjërat, si na të fol për ditë e ditë. Thot një hadith në fillimin ndryshe janis, mesin shkoj ndryshe, mas ka funit ndryshe vazhdimisht do të më jetë gati niyetit. Amo të pse ka net? Ka marrë më vonë, e ka net se për arsye se e ka pas zemrën e shnush. Dhe kanë ditë kur lëviz niyeti. A dikush çfarë që ka të smut të vëllazër? Saqë edhe nuk e merr vesh që është duke lëviz niyeti, Allah azza wa jalla rujt. Andaj ulemaja ose në gjuhën arabe kalbi, zemra quhet kalb për arsye se lëviz shumë, edhe ndryshon shumë, edhe përmbyset shumë shpejt edhe shumë lehtë, rrotullohet. Qoftë prej të keq në të mirë ose prej të mirë të keq, Allah na rujt. Andaj ka disa shembuj që tregojnë për njërin dhe për tjetrën. Umeir ibn Wahbi radhiyallahu anhu tregon për një ndodhi kur i ka ndodhur atij kur ka qenë në shirk, në kufër. Thot isha bashkë me Safwan ibn Umayya në afërsi të Çavës. Thot edhe i kujtuam ditën e Bedrit dhe humbjen disfatën që kishin posu, domethënë Mekasit, mushrik. Thot edhe u përmend edhe djali jam, Wahb ibn Umayri, që i shtezon në rob prej muslimanëve dhe që ishte në Medinë. I thash Safwan ibn Umayjas që kam borxhe edhe kam familje që kam gale për to. Nëse është dikush që më del krah dhe më merr borxhen dhe familjen, kisha shku, isha nis për me vro Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Safwan ibn Umayya më njëherë thot, borxhin ta marrun, po dhe familjen kam e marr unë, kam u kujdes për to, nuk kam i dapi familjes time. Veç ti shko bën atë që je duke përmend. Dhe shkon përgatitet Umeir ibn Wahbi gjatë natës dhe shpatën e tij e zhyt në helm. Që nëse nuk e vron atë që ka pas qëllim me vro, me të parën herë me goditjen, ka marrë kohë që do të vrohet për arsye të helmit. Dhe niset kështu pastaj për Medinë dhe kur mërin dhe afrohet te xhamia e Rasulullahut alayhi salatu wassalam, edhe zbarkon pe devës, e shef Umeir radhiyallahu anhu dhe thot hadha Umeir ibn Wahb aduullah, ma jaa illa li sharrin aw li su'in. Ka thonë ki Umeir ibn Wahbi o sharmik i Allahut, thot ki nuk ka ardhur se për sharr, veç për keq. Intuita e fortë e Umeirit radhiyallahu anhu shkon edhe e merr përteshe dhe krej zhak e shtim rrenat e xhamia ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e shef Umeir ibn Wahbin, i thot udnu ya Umeir. Thot afrohu Umeir. Thot me alladhi jaa bik. Thot çka të solli këtu? Umeiri thot djalin e kam te ju, rob dhe ku marr për me shpagujt. Thot ustukni ya Umeir me alladhi jaa bik. Ka thon thuaj të vërtetën Umeir, çka është e vërteta, pse kjo ardh? Thot wallahi ma jitu ila li hadha. Bambeje thot, më rrenshëm. Pashallah nuk kam marrë se me këtë. Prapë e përsërit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëjtën, thot ustukni ya Umeir me alladhi jaa bik. Thot thuaj të vërtetën Umeir, çka ishte ajo që stolli këtu në Medinë? Thot ma jitu ila li hadha. Nuk kam marrë vesh për këtë. Po rren. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot bel jalasta anta wa Safwan ibn Umayya fi hijr al-Ka'ba. Thot e vërteta është se ti me Safwan ibn Umayya ishe në tek Qabja, tek hijri. Thot edhe i tha e kështu Safwan ibn Umayya se kam borxhe dhe kam familje, nëse më merr dikush kam shku me vro pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot i muraj përsipër dhe ti pastaj e lyne shpatën tonë me helm dhe u nise për Medinë, wallahu hailun bainaka wa baina ma arat. Dhe Allahu ishte ai i cili të pengoj që mos ta realizosh këtë që dashti. Harova me përmend që gjatë pasi që e merr përsipër Safwan ibn Umayya, Umeir ibn Wahbi thot mos i kallzo kur kujt. Veç unë edhe ti edhe dina këtë më vet. E pejgamberi alayhi salatu wasalam po ja përmend, edhe çka thot Umeir ibn Wahbi, thot ashhadu annaka rasulullah. Thot po dëshmoj se ti je Rasulullah, i dërguari i Allahut. Pashallah, thot nuk e ka ditë atë që ka ndodhur mes meje dhe Safwanit veç se unë dhaj. Dhe tash thot jam bin se është Allah që ty të tregon. Dhe thot elhamdulillah që Allahu ka prun këtu ku ka prun.
Dhe thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Dhe thot shahadet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot faqihu akhakum fi dini. Thot mësojeni fenë Allahut juve, sahabëve të tjerë, mësojeni Kur'anin edhe lirojeni djalin. Umeir ibn Wahbi o vëllazër, çaq mllëfin e madh e kish dhe urrëtin e madh ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam është në gjendje me sakrifiku shumë gjëra, vetëm me shkuën në Medinë me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka ditë se i gjallë së ndel më. Për një personi me kaq urrëti të madhe, për një kohë shumë të shkurt po kthehet edhe për dëshmon shahadetin, që tregon çka se el qalbi është qalb, ndryshohet shumë shpejt. Sa është dorën e Allahut. Ndryshon më herë për një urrëti të madhe, në dashuri të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama edhe kundër të tham, pe të mirë të keqe. Allahu na ruaj. Dëshmi për këtë çka është? Hadithi për të gjallën ku flet pejgamberi alayhi salatu wasallam. Çka thot? Men sami'a minkum bi khurujid dajjal falyan'a an. Ka thon kush do të dëgjon se ka dalë dajjalli, mos shkon të afrohet. Mos shkon të afrohet, largohet prej tij. Pse? Se thot fa inna ar-rajula ya'tihi fa yahsabu annahu mu'minun fama yazalu yatba'uhu mimma yara min ash-shubuhat. Ka thon për arsye se njeriu shkon te ai me bindje se është besimtar i fortë, që nuk luhatet. Po veç ta shoh çka po thot, e çka po bën. Thot dhe bëhen pasuesi i tij për arsye të shubuhateve, dyshime të mëdha që i fut, që i shpërndon. Do thon shkon një besimtar që mendon që është me imanin e fortë, vir po, pse? Se se ka praktikuar një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, mi po edhe kjo tjetra tregon çka? Tregon se zemra mund ka edhe pin të mirë me u bën të keqe, shumë lehtë, andaj ti duhesh me pas kujdes. Me pas kujdes, edhe vazhdimisht me e rujt, edhe me menaxhu ata dhe mos me e rreziku ata. Dhe me ia dhon kujt do që të mërinje që në zemrën tonë, po supozojnë se është një enë me futa ti çka doje. Dhe kështu kanë bërë të parë tonë vëllezër. Vazhdimisht. A kanë një mezhlis Muhammed ibn Sirin dhe po vinë dy persona që kishin ideja deviante. Apo e kishin zemrën e prisht. Dhe mundoshin ata ta shpërndojnë të tjerë. Edhe i than Muhammed ibn Sirinit, o hoxha, po a bën me ta kallzu një hadith? Jo, tha s'ka me kallzu hadith. Tha a bën bile një ajet me ta lexu. Tha as një ajet, ose ju keni mendet këtë mezhlis ose unë. A më bash jo. Edhe ato s'patën çfarë dësh më uçu. U çun nga mezhlisi mi po ato që ishin prezant i than hoxhës diçka që ndoshta edhe ne ja kishim thënë. Ose ndoshta se ne kishim thënë, po s'pakun na kish punë mendje. Çka? I thanë hoxh për hadithin ajt se ka hadithe dobta, ka hadithe shpikura. Kuptojna pse s'ka ke marr hadithin. Po ajetin, pse bila ajeti se dëgjohet. Jo tha se ka mundësi tha me dhon doni ajet ata dhe pastaj më shtrembru çashtu që mua më jat në zemër. Së në heki. Muslimi ibn Yasari çka thotë vëllazër? Thot la tumakkin sahiba bid'atin min sam'ik fa yasubbu fiha ma la taqdirun tukhrijuhu min qalbi. Ka thon mos ja jep veshin tan çdo kujt. Mos ja jep veshin tan çdo kujt, sepse ka mundësi nëpërmjet veshit në zemër me të fut diçka që s'ki mundësi me nxjerr asnjëherë. E kemi për qëllim kanë dikan që ti nuk ja beson dinin, po hajt ta shoh çka po thot. Sidomos tash, domethënë me këto rrjete sociale. Hajt ta shoh çka po thot, hajt ta shoh çka ka shkruajt. Kanë mërin, domethënë ti vesh me dëgju çdo kush, pastaj ai vesh fut zemrën tonë diçka që ti ndoshta edhe ke haru, kush ka ndiku, mirë po, domethënë ai në realitet ka bërë shumë zarar. A ne dim shumë mirë vëllezër ose keni ndëgju që çaq ka pas ulemave që kanë devijuar një herë me vesh me një shikim. Ose vesh me një fjalë, ose vesh me një vepër. Që ne thonë, hajbe veç pakosh, 2-3 minuta, ose hajbe veç një shkrim i shkurt. Pse ti jep mundësin ai me fut diçka në zemrën tënde, sepse zemra është e dobët o vëllezër. Imran ibn Hittani ka qenë një prej ulemave të hadithit. Edhe kur i ka ardhur koha për mu martu, ka qenë një grua e cila ka qenë me mendime të devijuara. Apo, e ki ka thonë, do e martoj atë dhe do e kthej në të vërtetën. Në realitet ka ndodhur kundërta. Ajo e ka kthyer në devijim. Dhe Muhammed ibn Sirin e ka përmend këta. Thot Imrani shkoi e martoi atë Kharijien. Në realitet për me kthi ata, mi po ajo ishte ajo e cila e kthej. Pse? Ja tu fol për Imran ibn Hittani, po ulemave të hadithit. Mi po çe ka deviju
për arsye të një martesës. Unë e ti, thonë ulemaja për të parëve tonë, ma kun të laiben bihi felat el aben në bidini. Nëse ki menën me lujt me diçka, me febele mos lujt. Me fejnë tonë mos lujt. Muhammed ibn Sirin e keni dëgjuar fjalën e tij shpesh, inna hadha al-ilm dinun fanzuru man ta'khudun dinakum. E keni dëgjuar shpesh, apo? Që kjo dije që e merrni, e dëgjoni, e lexoni, kjo e formon fen tonë. Ki kujdes për kujt e merr fen tonë. Ki kujdes për kujt merr dinin. Apo? Ulemat tonë pse kanë pas këtë kujdes o vëllazër? Pse kanë pas këtë frikë që mos më i dhon hapësirë çdo kujt me të kallzu diçka ose me apo pse e ke pas këtë? Pse e kanë pas frikë se s'kan pas dija? Jo di kanë pas shumë. Po atë kanë ditë se zemra është e dobët. Edhe shtoja mundesh lirshëm me ashtu edhe diçka që ato nuk e kanë pa kohën shumë të çmueshme që më ia dhon edhe diku që s'meriton. Andaj edhe debate nuk kanë bën. Jena të folë për debatet cilët janë shterpe, apo debatet që vend dikush vetëm me të shit men, jo se do me përfitu diçka. Imam Shafiu kur tregon për Imam Malikun thotë, kur ka ardhur dikush për me debatu me ta, ai ka pas mendime të devijuara, ka thonë amma ana fa ala bayyinati min dini, wa ma anta fa shakum fadhhab ila shaki mithlika fajadilu. Ka thonë unë kam shumë çfarë fen teme. Nuk e ku marr sot që jam çu pi xhumit atë hajt po besoj këta. Jo, e ku marr po e shumë xhallarë, shumë librave. Unë shumë jam i bindur këtë që e kam, që e besoj. Ka thonë ti po të shoh si i dyshim, nuk i ki meselet qarta. Ka thonë shko gjej dikan që është sikurse ti edhe debato kënaqur me ta, unë s'hap këtë hapësirë, këtë luks. Imam Maliku i ka ardhur një person i ka thonë imam, ka thonë a ban me debatu me ti për diçka për një mesele, ka thonë nëse të fitoj unë, ka thonë bona si ti, bona me ti. Po ka thonë nëse më fiton ti mua, ka thonë atë ti dush më bosi unë. Po ka thonë që vend një person i tretë edhe na fiton tu dyve. Ka thonë shkojna bona me ta. Ka thonë ja hadha. O filan. Ka thonë që ki dini lejse li me ngaleb. Dini feja nuk është ati që ka fitu. Nuk është për me i tregu forcën këto, me i tregu muskuj. Nuk është feja që me i tregu në. Ka mundsi dikush është ma orator. Ka mundsi dikush është i ka ma të fresta disa informata. Edhe me fitu dikan edhe pse haku me ata që e ka fitu. Ka thonë e din kitabullahi wa sunnatu rasuli alayhi salatu wassalam. Feja është ka thonë Allah, është ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është ka e thot dikush. Ka thonë për arsye se ka për dy persona që mundohen për me bind njëri tjetrin për një meselë, tu ditë kanë gabim. Dhe vën një person i tretë, va mur shmenën tu dive, tu tretë kanë gabim. Po sepse fjalë fe është ka thonë çka ka thonë Allah, çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj këtë frikë ulemaja pse kanë pasur vëllazë? Sepse thamë sa ata kanë ditë shumë mirë që do të thonë një fjalë të Imam Dhahabiut që ka përmendur shpeshherë aktharu a'immati salafi ala hadha at-tahdhir. Ka thonë shumica e ulemave të selefit janë që këtë çështje kanë pas me dikant që ka qenë me mendime të devijuara. Çfarë çështje? Pse e kanë pas këtë? Ka thonë fe inal qulub dha'ifa wa shubha khatafa. Ka thonë për arsye se zemrat i kanë ditë që është e dobët, ndërsa dyshimet janë grabitçare. Shumë let mundën me të marrë edhe me bindi kanë edhe me mashtru di kanë. Andaj ata kanë pas kujdes vëllezër dhe janë mundu me ik sa më shumë. Edhe kanë pas kujdes pse? Sepse është e dobta, kjo duhet me kanë patjetër me kanë shëndoshme nëse do me shpëtu dunjën ahiret. Andaj pejgamberi Ibrahim alayhis salam shka thot: "Wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ka thonë Allah mos më korrit ditën kur kimë më rinxall. Na ditë kur nuk ban dobi as malli as evladi, illa man ata Allah bi qalbin salim. Veç atij që vjen te Allahu me zemër shëndosh. Pejgamberi alayhis salam pjesë duave që i ka bën namaz, ka thonë as'aluka qalban salima. Do të lutem Allah të më japsh një zemër që është e shëndosh. Ata ulemoja vëllezër e kanë pas parasysh këtë çështje dhe kanë ditë që zemra nëse është e shëndosh, edhe nëse bën dikush pak punë, arrin me fitu shumë. Nuk jam të thonë këtë për arsye ose me qëllim për me nënvlerësu vepra. Vepra shumë thelbësore. Për na të tregu që sa rëndësishme është çështja e zemrës. Edhe ka pas sahabë, sikur e keni dëgjuar hadithin që kanë nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Të ishim një ditë për ditë me mezhlis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe po thot pejgamberi Allahut, "Yatlu aleikum al-ana rajulun min ahli al-janna." Kam u shfaq një person që është për xhenetliv. Thotë edhe hynë një janë për ensarve që i kishte mjekrën e lakt prej abdesit që kishte marrë dhe dorën e majt ti kishin ndallët.
sandallet e tij. Thot kaloi dita e parë, thot dytën prapë e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëjtën fjalë. Yatullahu alaykumul ana rajulun min ahli al-janna. Ka mu shfaq një person pi xhenet live. Thot hini njëjti person me të njëjtën gjendje si ditën e parë. Njëta vazhdoi pastaj përsëritet atë tretën ditë. Derisa thot Abdullah ibn Amr ibn al-As thot e priti me shku pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i tha këtij personit. Tha a bën tha me ardh në kontakt te në shtëpinë tonë për arsye se ku pasni mos marrveshje me babën tëm, edhe jam betu që në 3 ditë nuk kam shkuar në shtëpi. Thani, burr. Kur shkoi thotë edhe unë nuk kisha qëllim vetë se ta shoh që ishte ajo që shtini pejgamberin alayhi salatu wasallam me thon çat fjalë. Të shkova gjatë natës për shoh gjatë ditës, gjatë natës, po në veçantë gjatë natës ku ato kanë prit me fal namaznat, kjas namaznat tha nuk falke. Veç sa e kish diçka kur lëvizke në xhum, tha përmend ke Allahun, ama thon një fjalë të keqe se kum nipi ti. Mi po tha nuk po shoh diçka që të veçantë, që më thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më thon që ky është person i garantuar me xhenet, ç'është dunjë. Kur kaloi thot dita e tretë, nata e tretë, tha i thasho ja Abdullah, o robi Allahut. Unë tha mes meja dhe babës tem nuk kum pas kur një farë konflikti, mos marrveshje, zonke. Po thjesht ta dashta me ardh me të pas çka po vepron për arsye se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 3 ditë rreshtas duke thonë të njëjtën fjalë për ty dhe 3 ditë rreshtas ti ishe. Dhe kam pritot me badën i punë të madhe ti që me fitu këtami, po tha nuk pash diçka. Ta kitu en ahtakira amalehu. Ta për pak janë kontë në shpu punën e tij, në vlerësu punën e tij. Amo pejgamberi alayhi salatu po garanton me xhenet, me urt Allah, urdhën e Allahut, ndërsa ti po thot për pak më në shpu, në vlerësu. I ka thonë ki personi ma huwa illa ma ra'ayt. Ka thonë nuk është vetë çaj që ke pa. Nuk kam diçka, ç'ke jam. Ti 3 ditë e kanë me mua, 3 natë e kanë bashkë me mua. Do thonë ç'ke. Mi po thot sa unisa për me shku në shtëpi, thot më thiri prap, tha, ma hua illa marraj. Tha, nuk është vetë se çaj që ke po. Mi po tha, unë kam diçka që menoj, që kjo është arsyeja, tha, në zemrën teme, tha, nuk kam kur një farë smire ndaj një të mire, të muslimonit, a atahu Allahu, min khairin a atahu Allahu ja. Tha, një të mirë që ja ka dhënë ati muslimani, Allahu azza wa jall, unë nuk e kam smire. Nuk kam smire për te. Isha ka thonë Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ka thonë hadha alladhi balagaka wa huwa alladhi ma nutik. Ka thonë që kjo ka çu aty ku të ka çu, ama ne s'ka një mundësi me bën këta. Kush po thot Abdullah ibn Amr ibn al-As. Thotë çka është e vështirë për ne. Allah mos më pas kur një farë smirën në zemrën ndaj dikujt muslimanëve. Kjo është e vështirë thotë me bën, ama thotë ç'kjo të kam ri. Ka vënë që me mri çati ku kem ri. Andaj vëllazër çfarë është më rëndësi kjo çështja e zemrës, sa që ulemaja vëllazër i kanë dhënë shumë më rëndësi dhe kanë po edhe me veprën e sahabëve dhe këtive, po të pse bash zemra se ato e kanë ditë që zemra është ajo nëpërmjet cilës ti me shiju diçka që ata e kanë pas vazhdimisht ëndër ta shijojnë, që është ëmbëlsia e imanit. Apo keni dëgjuar hadithet muslimash, tu di aty një zëri me muslimi. Njëri nga Anas ibn Malik, tjetri nga Abbas radhiyallahu anhu. Të parë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halata kalima." 3 kush i ka, 3 gjona ka me shiju ëmbëlsinë e imanit. Hadithi tjetër, "Dhaka ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammedin rasul." Do ka me shiju ëmbëlsinë e imanit ai që është i kënaqur me Allahun, me pas Zot, Islamin me pas fe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me pas pejgamber. Do thonë u shijoj ka. Qenë pas ka adhurime që shijohet, imani u shijohet. Me shka? Me zemër. Ata e kanë ditë. Nuk shijohet me gjumë. A me do një shqisë tjetër. Andaj nëse kjo zemër është e smund, çish ki arrit me shiju? Sikurse një smund i cili nuk ka mundësi me arrit, nuk ka mundësi me shiju një ushqim të cilën deri dje shijojke. Por arsye çka? Është problemi të ushqimit? Jo. Është problemi të aj. Imani ka ëmbëlsi. Momentin që ti nuk arrin me shiju, është problemit e ti, jo të imani. Është problemit e ti, jo të adhurimi. Andaj ulemat e kanë pas parasysh këta, dhe mundu vazhdimisht me pas këtë shnosh, me majtë shnosh, që ta shijojnë që ata ëmbëlsi, që fatkeqësisht një pjesë e madhe nuk po e shijojnë. Ose kena shiju me një vakë, po tash na ka hu. Pse? Në është smu diçka. Parasysh se si na marr shumë. E kena pa diçka shumë dytësore punën e zemrës, nuk i na marr, nuk i kena mbykëshir ata, nuk i kena mjeku ata, nuk
pastaj është smu, ndoshta është edhe ndrysh, ndoshta është edhe ngursu, derisa ndoshta edhe ka vdek. Ama bi gjurhin bi mejjitin mi ilamu. Ka thonë ulemaja, ose të parë tonë, dhe është diçka që vetëm se dihet, ka thonë i vdekur nuk është se ndjen dhimbte me do një plagë që ja shkakton atij. Nëse është i vdekur. Andaj nëse zemra është e vdekur, ajo nuk nin pas asnjë fat, as mirë as keq. I ka hup ajo shija. Andaj ulemaja vëllazër Petyra dhe Hasan al-Basriu ka thonë tafaqat halawatel fi thalath. Ka thonë mundoj ta shijosh ëmbëlsinë tre gjëra. Ka thonë namaz, lezimin e Kuranit dhe në dhikr. Nëse e ndin këtë ëmbëlsi, ka thonë lumti. Po nëse nuk arrin ta shijosh, atëherë ka thonë dije që s'osh mirë diçka. Se namaz, lezim Kuranit, në dhikr, nëse s'knaqesh, nëse nuk ndin ëmbëlsi, ka problem diçka zemra jote. Edhe ka nevojë për mjekim. Epidemive më të mëdha është kjo, mos më shiu. Ka thonë ulemaja, po i kanë treguar Ibn al-Jauzi, tregon për një rast të njëri prej Benu Israilëve, i cili ka mëkatuar Allahun azza wa jalla, i ka thonë ja Rab, ka thonë kem asike wala ara tuaqibuni. Ka thonë Allahun është shumë shpesh po të bëj mëkate, mos po shoh se po më dënon. Allah i thotë atina, thotë, unë jam duke të dënu, po ti si të vërrej. Ka thonë, alam ahrimka halawata al-munajati. Ka thonë, a nuk të kam privu nga kënasia e adhurimit? Po. Ta nuk është sheket si dënima. Dere gjej e knash me namaz, sot nuk knashesh edhe të thu që unë po bëj gjuna. Më thonë, është një ambëlsi që ti ke shiu me një vakt, tash s'peshion, këshirës me zemra nuk është puna mirë. Se ti shkon mirë, ki me shiu, sepse ajo ka shije, e nuk është problemit ajo, sikur se përmendëm, po është të shqisa në përmet, ose të ka e gjymtyra në përmet cilës shijohet ambëlsia imanit, ose ambëlsia adhurimit. Këtë për fund në vëllezër. Kjo këtë që thamë, po ka shumë mu thamë, kjo tregon që është çaq më rëndësi sa që pejgamberi alayhi salatu wasallam për këtë gjymtyr vazhdimisht e ka lutur Allahun azza wa jalla dhe ka thonë që tregon Enes ibn Malik, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shpesh sot e bante një dua ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat, forcoje zemrën time fen tonë. Sahabët e kanë kuptuar që pejgamberi alayhi salatu wasallam kur po e bën këtë dua, po e bën për vetëm, ama më shumë po e bën edhe për ummetin e tij, që duni më bëj ju shumë, kur e bëj unë shumë, ju ala më shumë. E di kanë thonë ja Rasulullah, apo frigohesh për neve? Ai pejgamberi alayhi salatu se boni për musliman. Tha zemrën time. Ama e kanë kuptuar sahabët. Thanë ja Rasulullah, apo frigohesh për zemrën tonë? Ka thonë po se zemra është mes dy gishtave të Allahut, ju ka libuha kejfesh. Saleme kur e kanë vetë vëllezër, i kanë thonë, cila është ajo duaja që më shumë të ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në prezencë të tij, në bujtitë të tij? Ka thonë më shumë ti që ka bëu pi duave vëllezër. Shumë dua që janë transmetuar. Tash me do pi kit duave, më shumë ti thotë ka bëu pejgamberi sallallahu duan ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. O ti që rrotullon zemrat, forcoj zemrën temën në fen tonë. Kur është hera fundi që unë edhe ti kena bëu këtë. Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, zemra jon ka shumë më shumë nevojë pa krahasueshëm, nevojë për me forcuar Allahu azza wa jall se sa zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të më bësh shpesh këtë dua, duke lutur Allahun azza wa jall që zemrat tona të na i forcon fenë e tij, duke lutur Allahun azza wa jall të na bën për atyre që kemi zemrën e pastër dhe të shëndosh, dhe ma zemër të shëndosh e takojmë nesër Allahun subhanahu wa taala. Rabbana Allah për zgjatën, Allahu taala alem sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.